Inspektorati i komunës bashkë me kryetarin Shpend Ahmeti, të mbështetur nga policia, kanë rënuar të hënën në lagjin Ulpiana 2 pjesë të lokaleve, të cilat sipas komunës nuk kanë pasur leje. Në rrugën Imzot Nik Prela, që gjendet afër shkollës fillore Hasan Prishtina, komuna ka ndërhyrë që të ndalojë punën e një lokali i cili nga banesa ishte shndërruar në kafene. Po ashtu është intervenuar edhe në hyrjen e banesës në të cilën ndodhej ky lokal dhe është rënuar një mur i ndërtuar nga pronari i lokalit, që sipas komunës ka qenë ndërtim pa leje. Rënimi është bërë në prani të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët her pas here është dashur që të intervenojnë që të qetësojnë pronarin dhe të tjerë nga lokali, të cilët e kundërshtuan këtë aksion të komunës së Prishtinës. Megjithatë, situata është mbajtur nën kontroll dhe puna e rënimit është kryer me sukses. Kryetari i Prishtinës e ka arsyetuar vendimin për të ndërhyrë, me që siç tha ai, lokali nuk ka pasur leje pune dhe po ashtu ndërtimi që është bërë në hyrje të banesës ka penguar edhe termokosin. Është ridestinim i një objekti të banimit në objekt kafeterisë, e cila as nuk ka leje, as nuk i ka pëlqimin që kërkohet edhe për me kërku me marrë leje, sepse për me kërku leje nevojitet 50% të banorëve që të japin pëlqimin. Këtu nuk ekziston asnjëra, po ashtu hapësira përbash të shkallëve, siç më ka informuar inspeksioni, është lëviz muri. Termokosi nuk ka qasje në podrom për shkak të intervenimeve që janë bë intervenime edhe në lypjen e ujësjesit. Këto janë gjëra të cilat nuk do të tolerohen. Në anën tjetër, pronari i lokalit, Besnik Zeqiraj, i pakënaqur me rënimin e objektit të tij, ka thënë se kjo është vetëm loje politikës, sepse siç ka thënë ai, lokali i tij përmbush kushtet për të punuar. Kemi bërë kërkesën për leje lokalit, por s'na ka kthy. Unë mendoj edhe jam shumë i sigurt që ky është vetëm proces politik. Në lokalin Wings, inspektorati ka intervenuar me që sipas komunës është bllokuar pasazhi për lëvizjen e qytetarëve. Nazmir Rexhepi, pronari i lokalit, i cili nuk pranoi të dalë para kamerës, i tha gazetës Jeta në Kosovë se i kanë nënshkrimet e banorëve të lagjes dhe sipas tij, me ndërtimin e asaj shtesë të lokalit, është pamundsuar që aty të qëndrojnë të rinj, të cilët kanë përdorur substanca të ndaluara narkotike. Megjithatë, ai ka pranuar se nuk ka kërkuar leje nga komuna për ndërtimin e shtesës së lokalit. Në fund të javës së kaluar, komuna e Prishtinës ka rënuar një pjesë të objektit të kompanisë Elkos, e cila është pronë e deputetit të AK-s Ramiz Kelmendit.